Elsejt Ysaj është një futbollist profesionist shqiptar, i njohur si një nga mbrojtësit më të qëndrueshëm dhe me karrierën më të gjatë në nivele të larta të futbollit evropian. Ai luan në pozicionin mbrojtës i djathtë, por mund të aktivizohet edhe në krahun e majt. Ysaj ka lindur në 20 shkurt 1994 në Shkodër, dhe që në moshë të vogël u dallua për disiplinën dhe seriozitetin në lojë. Karrierën profesioniste e nisi te Shkodra Vllaznia, por shumë shpejt u transferua në Itali, ku u rrit futbollistikisht. Në vitin 2014, Elsejt Ysaj u bashkua me Empolin, ku luajti për disa sezone dhe u bë titullar i rregullt. Me Empolin ai zhvilloi rreth 150 ndeshje zyrtare dhe shënoi një gol, duke kontribuar ndjeshëm në ngjitjen dhe qëndrimin e ekipit në Serie A. Fal paraqitjeve të mira, në vitin 2015, Ysaj u transferua te Napoli, një nga klubet më të mëdha të Italisë. Te Napoli ai kaloi një periudhë shumë të gjatë dhe të suksesshme, duke luajtur për plot 6 sezone. Gjatë kësaj kohe, Ysaj zhvilloi rreth 220 ndeshje zyrtare në të gjitha kompeticionet dhe shënoi 3 gola. Ai ishte një lojtar shumë i besuar nga trajnerët, sidomos për stabilitetin mbrojtës dhe përvojën në ndeshje të rëndësishme në Serie A dhe në Europë. Në vitin 2021, Elsejt Ysaj u transferua te Lazio, klub ku dhe luan aktualisht. Me Lazio ai ka vazhduar të jetë një mbrojtës i rëndësishëm në Serie A dhe në kupat europiane. Deri në vitin 2025, Ysaj ka zhvilluar rreth 110 ndeshje zyrtare me Lazio dhe ka shënuar 2 gola, duke treguar vazhdimsi dhe profesionalizëm në nivel të lartë. Në total, në karrierën e tij me klube, Elsejt Ysaj ka luajtur mbi 480 ndeshje zyrtare dhe ka shënuar rreth 6 gola, një shifër normale për një mbrojtës, ku roli kryesor nuk është shënimi, por mbrojtja dhe balanca e lojës. Për kombëtarën tonë, Elsejt Ysaj është një figurë kyçe prej shumë vitesh. Ai debutoi në vitin 2013 dhe që atëherë është bërë një nga lojtarët me më shumë paraqitje në historinë e kombëtarës. Deri në vitin 2025, Ysaj ka zhvilluar rreth 90 ndeshje me kombëtarën dhe ka shënuar 2 gola. Ai ka qenë titullar në kompeticione të rëndësishme si Euro 2016, Euro 2024, Nations League dhe në ndeshjet kualifikuese për botrorin. Stili i lojës së Ysajt karakterizohet nga disiplina taktike, qetësia dhe leximi i mirë i lojës. Ai nuk është një lojtar spektakolar, por shumë i besuesëm dhe konstant, cilësi që e kanë mbajtur për shumë vite në futbollin elitar evropian. Me një karrierë të gjatë në Serie A dhe me kontribut të madh në kombëtarën e Shqipërisë, Elsejt Ysaj mbetet një nga futbollistët më të rëndësishëm dhe më me përvojë të futbollit shqiptar.